Të gjitha qendrat e votimit në bashkinë e Tepelenës janë hapur që prej orës 7 të mëngjesit. Deri në këtë momente që ne po flasim, kanë votuar gati 4.6% e votuesve. Unë ndodhem në një prej qendrave të votimit më të mëdha për sa i përket bashkisë së Tepelenës, ku deri në këtë momente ka një numër të ulët të votuesve, por për shkak ndoshta edhe të kohës e cila është e paqëndrueshme, për herë të parë do të aplikohet në këto zgjedhje vendore edhe numërimi i votave nëpërmjet inteligjencës artificiale, çka do të thotë se rreth 24 orë pas përfundimit të votimit ne mund të kemi rezultatin e zgjedhjeve për sa i përket bashkisë së Tepelenës. Në garë është Gramos Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Atëherë, si ka nisur procesi në një prej qendrave më të mëdha për sa i përket Tepelenës? Procesi deri në këtë moment që flasim është shumë i rregullt. Pjesëmarrja pothuajse është mirë. Ka votuar rreth 30% të qytetarëve. Ka pasur problematika për sa i përket ndoshta pajisjes? Po, me pajisjen pej ka patur disa raste që nuk u ka njohur shenjë e krishtit edhe kemi mbajtur me proces verbal dhe ka vazhduar normalisht. Në çfarë ore mbyllet procesi? Në orën 6 pasdite. Sa zgjedhës kanë 522 ka gjithsej. Deri në këtë moment që flasim, sa është numri i tyre? Deri në këtë moment është 54. Faleminderit. Më bëj foto dhe video mua disë. Ishte në matë dorës të djatë. Ishte dorës të djatë. Me këtë. Kushta si për gjitha. Te po këshumë dhe po s'kajde. Ishe dhe vendosë me një? Ishe dhe vendosë me një? Po të një.
Ndodhemi në gjimnazin Hasan Pulo Rikum, ku prej orës 7 të mëngjesit vijon normalisht procesi i votimit. Në këtë KZAZ janë 2 qendra votimi, 45 1200 dhe 45 1201. Megjithatë, numri i qytetarëve të cilët janë drejtuar kësaj KZAZ-je deri në këto momente ku ora shënon 10:30 është shumë i pakt. Megjithatë, ka pasur edhe probleme në PI të identifikimit të qytetarëve. Fotografima, s'na meze. Po votuam. Pas ka ardhur shpejt, se përgjithsisht vim me vonesë në këtu. Do lëvizim. Do lëvizim kemi thënë tjerë se bepe do lëvizim. Qofshin mirë. Për e mirë që votove? Po bëra e drejtë e votës. Duhet të dalin dhe qytetarët e tjerë? Po duhet të dalin, përsa që është vota është e lirë, duhet ta hedhi. Ne erdhëm çik shpejt se do lëvizim. Ai ka lofshini. Po patjetër. Nuk po gjeni emrin apo çfarë? Urdhë? Nuk po gjeni emrin, thënë do kërkoni emrin. Po shikoj për emrin, po. Ja, ato do ta gjejmë dhe do të votojmë. Si po ju duket ky proces votimi? Urdhë? Si po ju duket procesi votimi? Qet, normal. Si çdo kohë. Kështu që s'ka asnjë lloj probleme. Njerëzit janë të lirët, nuk ka presiona, s'ka asnjë lloj, absolutisht asnjë lloj gjë. Kështu që Çata, do votosh? të votoj. Sa vjeç je? Po neve se dëshoj është di. Sa vjeç je thot Xhamalo? Sa Ja vjeç je? 10. 90. Po, Dhe ke votuar çdo zgjedhje? Në çdo. të votoj. Në çdo zgjedhje ke votuar, në çdo zgjedhje. Ke votuar gjithmonë? Ka votuar. Ja, korrekt me ligjet. S'ka votuar. Malo. Si e ke emrin thot, si e ke emrin? Ismail Mahila. Duhet votuar Xhamalo? Si? Duhet të dalin qytetarët të votojnë? Duhet të votuar thot, duhet të votojnë njerëzit. S'ka kuptim po që votojnë. Shteti dhe shtetin e tia. Apo jo? Duhet të funksionoj. Ide këtu të këtu. Xhamalo 90 vjeç po. Po e qip të Ha, e hodhe ti. Ndihmojmë pak minuta. Këtu. Ha, ja mor. Ne erdhëm votuam se nim në shpirt për të votuar, po qefi nuk na e ka as për një, se me gënjeshtra gjithë, na majnë me ujë të ngrohtë gjithë. Kemi 30 vjetë që kemi marrë tokat, e tokat si kemi tonat se janë të dhëna në të mëdhenj. Kalamajt e tonë kanë marrë arratin, as vetë se dim ku i kemi. Kaq nuk jemi pare të kënaqur. Edhe pensionet që thote jo kaq, jo aq, me 200.000 lekë s'm dalin për ilaçe. Kaq. Faleminderit shumë nëna.